Përqendrimi i aktivitetit ekonomik dhe i popullsisë në qarkun e Kukësit po thellon pabarazitë ekonomike krahasuar me 11 qarqet e tjera të vendit. Të dhënat mbi ekonominë e rajoneve të publikuar së fundmi nga Instat dhe që i referohen në vitin 2023 tregojnë se Kukësi mbetet qarku me të ardhurat më të ulta në nivel kombëtar me vetëm 40.2% të mesatarës së vendit, fakt që nënvizon qartë shkallën e lartë të pabarazive territoriale. Në vitin 2023 në rajonin e Kukësit, prodhimi i brendshëm bruto për frymë ishte 819.000 lekë ose rreth 16.8% nën mesatarën kombëtare. Madje niveli më i ulët i prodhimit të brendshëm bruto për frymë është regjistruar pikërisht në qarkun e Kukësit me vetëm 549.000 lekë, duke e renditur atë në fund të klasifikimit kombëtar. Ekspertët paralemojnë se nëse nuk ndryshon qasja zhvillimore për zonat e verigjindore, hendeku ekonomik pritet të thellohet edhe më tej në vitet e ardhshme. Faktorë si migracioni i lartë, papunësia, tkurrja e popullsisë aktive dhe mungesa e investimeve strategjike në infrastrukturë, energji apo turizëm po krijojnë një cikël të mbyllur, ngecje që e vështirëson rikuperimin. Në terren, kjo pabarazi nuk matet vetëm me shifre, ajo ndihet qartë në jetën e përditshme në bizneset e pakta që mbijetojnë në mungesën e shpresës tek të rinj, me shpopullimin e fshatrave të tërë dhe në shikimin e heshtur të rrugëve të boshatisura, ndërsa pjesa tjetër e vendit përpiqet të ecë me ritmin e ekonomisë moderne, Kukësi rrezikon të mbetet gjithnjë e më shumë një periferi e varfër me njerëz që largohen dhe me mundësi që të kurren. Ky realitet e bën të domosdoshëm një debat të ri për zhvillimin rajonal, jo thjesht për të reduktuar statistikat e pabarazisë, por për t'i dhënë këtij qarku atë që ka munguar prej dekadash, një strategji të qëndrueshme, të menduar dhe të financuar mirë që të rikthejë jetën, ekonominë dhe shpresën.